Një prej më të rëndësishmeve është për të mbrojtur nga padrejtësia e pushtetarit. Do të thënë këto hadithe, këto janë rruga e sunetit dhe rruga selefie. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo gjë, edhe kur na pëlqen edhe kur s'na pëlqen. Do të thënë i nënshtrohemi plotësisht fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe rruga për të arritur mbrojtjen e Allahut është të ecim sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe në lidhje me pushtetarin e padrejt. Na ka thënë Allahu, pra bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe pushtetarëve nga mesi juaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëgjoj dhe bindu edhe nëse ta rresh shpinën dhe ta merr pasurinë. Do të thënë hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse njerëz të devimit e kanë bërë sikur kjo është fjalë e selefive, selefive të kësaj kohe, që ata i ofendojnë me nofkat ndryshme si rëbiofca ose me të khali ose të ngjashme. Sigur është fjalë që e ka shpikur dikush në kohën tonë. Do të thënë kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e regjistruar në librat e sunetit. Edhe nëse nuk din, do të thënë duhet të kthehen te librat e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të shohin fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sahih Buhari, Sahih Muslim, dhe në libra të tjerë, nuk është kusht që të jetë vetëm në këto dy, po këto që po i përmendim janë në dy sahihet. Dhe nuk ka mundësi njeriu, do thotë, nëse e dëgjon këtë fjalë edhe e refuzon me nënçmim, do të thënë e thot fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot po edhe nëse ta merr gruën e kështu me radhë, do të thënë si ka mundësi ai të jetë në mbrojtjen e Allahut nga e keqja e pushtetarit të keq. Do të thënë nuk e mohon pasuesi sunetit se mund të ketë pushtetar të mirë dhe pushtetar të këqij, edhe pushtetar të padrejtë. Padyshim se do të ketë. Mirë po na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si të veprojmë kur vinë pushtetarët e padrejtë. Do të thënë ka thonë, ju kryeni obligimin tuaj dhe kërkojani Allahut të drejtat tuaja. Do të thënë kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni tani sa është interesant se këta njerëz, imami i tyre në këtë kohë që është ai sufisti Dedu, Sufi Ashari, mirë po, pas si flet kundër pushtetarëve, kanë bë si me qenë imam i sunetit. Ai ka thonë ky hadith, nëse ta rresh shpinën dhe ta merr ai dhe të tjerë, nuk është vetëm ai, më thonë se ndoshta nuk është tekstualisht fjala e tij. Ka edhe të tjerë prej thirrësve të Ikhwanul Muslimin, thonë kjo fjalë, nëse ta rresh shpinën dhe ta merr pasurinë, bëhet, do të thënë, qëllimi është për individin. Do të thënë një njeriu nëse i bën padrejti, ai duhet duroj, pa nëse i bën shoqërisë, atëherë s'ka këtë cili prej pejgamberëve të Allahut e ka bërë, cili e ka bën kretë prej pejgamberëve, askush. Do thënë Musa alayhi salatu wassalam, te cili pushtetar ka shku? Te faraoni. Ku mund gjejmë pushtetar më të padrejt? Do thënë këtë kohë që ta krahasojmë. Ku mund gjejmë njerëz më të mirë se Musa alayhi salatu wassalam dhe Haruni alayhi salatu wassalam dhe shokët e tyre? Nuk ka më të mirë. Mirë po atyre ju ka thonë Musa alayhis salam, duroni, edhe lutuni Allahut. Edhe më në fund janë largu, do thotë, nuk i kanë nxit për kryengritje. Dhe të gjithë pejgamberët e njëjta, do të thënë Ibrahimi alayhis salam edhe në secilin pejgamber, në historinë e secilit pejgamber, dhe padyshim se shembulltyra jon, imami ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të njëjtën e ka vepruar, nuk i kanë nxit njerëzit për kryengritje kundër pushtetarëve, nëse bëjnë padrejtësi të përgjithshme, do të thënë për popullin, po edhe padrejtësi personale dikujt, edhe nëse tani friksohet njeriu se është duke ardhur pushtetari ose polici i pushtetarit ose ushtari i pushtetarit, vjen te shtëpia jote dhe ka mundësi të bëj padrejtësi, cila është rrugdalja? Ngritja kundër tij, nxitë, do të thënë rrugdalja është që përsëri mbështetja e plot te Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse e di njeriu se ka gabime për shkak të cilave mund t'i vijë ndonjë dënim, duhet të pendohet sinqerisht te Allahu i lartësuar. Do të thënë të kthehet plotësisht edhe të rinë në mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Edhe atëherë nuk ka mundësi asnjë pushtetar i padrejt, besimtar, mos besimtar, do të thënë askush nuk ka mundësi ta dëmtojë nëse njeriu është me të vërtetë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu ka thënë
wala tahinu wala tahzanu, do të thënë mos u dobësoni, as mos u pikëlloni, se ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Edhe prandaj këto do thotë nëse njeriu rri i përulur ndaj Allahut, atëherë Allahu nuk do ta bëjë të përulur ndaj të tjerëve. Nuk do ta bëjë të përulur, të poshtruar para njerëzve më të këqij të tokës, që janë çifutët. Nuk e bën të poshtruar para çifutëve nëse ai është me të vërtet i përulur, i nënshtruar para Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Do të thonë njihe Allahun në rehati, atëherë Allahu do të njohë ty në vështirësi. Se patjetër do të vinë vështirësitë, por nëse njeriu ka qenë gjithmonë i nënshtruar ndaj Allahut, atëherë nuk do të jetë i përulur dhe i nënshtruar ndaj askujt tjetër. Edhe në këtë moment e shton edhe më shumë nënshtrimin dhe përgjerimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, kërkon prej tij mbrojtje, edhe do të jetë padyshim i shpëtuar. Përndryshe, edhe besimtari i mirë ka mundësi të ketë gabime, mëkate, lëshime, edhe është shpesh herë besimtarëve më të mirë, Allahu u shpejton dënimin në dunja. Edhe prandaj ka thënë Hasan el-Basri, pushtetari ose padrejtësia e pushtetarit është dënimi i Allahut. Si doni dënimin e Allahut ta luftoni me shpatë. Do të thënë tani pse ka ardhur padrejtësia e këtyre pushtetarëve në këtë kohë? Për shkak të dobësisë sonë, për shkak të mëkateve tona. Edhe kur i shohim argumentin e Allahut se ne jemi gabim, do të thënë pasi ne ka sjellë mbi kokë Allahu këtë pushtetar që është i padrejtë, nuk mendojmë të kthehemi në veten tonë, ta përmirësojmë veten, të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala, ta zbatojmë ligjin e Allahut në vetet tona, në familjet tona, aty ku e kemi mundësinë, po na intereson pushtetarit ta zbatojë atje, ku nuk kemi mundësi të drejt për drejt të ndikojmë, edhe e lëm veten. Pastaj kur vjen ky dënimi për këto dobësitë tona, atëherë e shtojmë më shumë dobësinë dhe mëkatin, duke mos u nënshtruar përsëri ndaj fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë prandaj ky rreth i keq, do të thënë që vazhdimisht njeriu bën mëkat, i vjen dënimi, i shton mëkatet për shkak të dënimit, vjen dënimi. Do të thënë ky rreth duhet besimtari ta ndërpresë, të pendohet tek Allahu, të mësohet një herë se Allahu nuk të bën padrejtësi. Dhe Allahu nuk e ka sjellë mbi kokën tënde këtë person padrejtësisht, por e ke merituar me diçka. Prandaj kthehesh Allahut, kërkon falje tek Allahu, e përmirëson vetveten, edhe bën dua për përmirësimin e gjendjes. Do të flasim për duan edhe në aspekte të tjera,